Anis Mehmeti është objektivi kryesor i Panathinaikosit për verën e ardhshme, siç është raportuar këtë javë në Greqi, një destinacion i papritur ky që doli në dritë vetëm së fundmi. Mehmeti plotson karakteristikat e mesfushorit sulmues që trajneri Rafael Benitez preferon. Vetë 24 vjeçari përfundon kontrata në fundin e sezonit, megjithatë zërat janë që do të rinovojë. Bristol City nuk do të mbetet pa gjë, do të jetë vështirë megjithatë që Mehmeti të qëndrojë dhe pas përfundimit të sezonit. I lindur në Londër është kthyer në idhull për tifozët e Bristolit në 21 ndeshje të Championshipit, deri tani ja ka dalë të shënojë 6 gola dhe të asistojë 6 të tjerë. Kontrata e Anis Mehmetit me Bristol City pritet të skadojë në fund të këtij sezoni në Championship, ndërsa lojtari po kalon një formë shumë të mirë. Sulmuesi ansor ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 6 asist në 19 ndeshje këtë sezon, gjë që e ka rritur ndjeshëm vlerën dhe kërkesën për shërbimet e tij. Sipas të dhënave të publikuara nga Capology, lojtari përfiton aktualisht një pagë prej 9.000 poundësh në javë, shifër që është konsideruar e ulët në raport me kontributin dhe nivelin e paraqitjeve të tij. Pikërisht për këtë arsye pritet që ai të kërkojë një rritje të konsiderueshme të pagës për të vazhduar aventurën në Ashton Gate. Brenda klubit ka shqetësime se mungesa e një rinovimi mund të çojë drejt largimit të tij, madje edhe gjatë merkatos së janarit, nëse Bristol City nuk arrin ta bindë me një ofertë të përmirësuar. Interesi nga klube rivale pritet të shtohet, ndërsa ekipet e huaja do të kenë të drejtën të nisin bisedimet për një parakontratë, çka mund të vështirësojë dhe më shumë situatën për klubin anglez. Mediat angleze raportojnë se klubi është i gatshëm të nisë diskutimet me lojtarin për t'i dhënë një kontratë të re dhe madje për ta bërë të lojtarin më të paguar në klub. Me rinovimin e mundshëm, Mehmeti mund të bëhet dhe më i paguar se Luke McNeil, që aktualisht merr rreth 20.000 pound në javë, shifër kjo relativisht e lartë.